16 tetori I vitit 1981, kur ne erdhëm me kamerën tonë në shtëpinë e shokut Enver, do të mbetet ndër ditët tona më të shënuara. Patëm fatin e madh që bashkë me shoqen dhe bashkëpunëtoren e shokut Enver Hoxha, shoqen e xhmie, me fëmijët, me niprit e mbesat, t'i urojmë ndër të parët udhëheqësit tonë të dashur, gëzuar ditëlindjen, të naroni Samalet. Ti qëngë pa kreur. Do të vinë shokët e gjyshit tani e do të thonë, ama që paskalën gjyshi e Valbonën pa kreur. Ja ku po vinë shokët e gjyshit. Që mundove or Muslim. Si u mundova shoku Enver. Ti sot mbush 73 vjeç. Mirë se të gjeta. Mirë se merdhe or Muslim. Hajde të ngjisim shkallët bashk. Ja, 1, 2, 3. Gëzuar, të naroni Samalet, gëzuar 73 vjetorin e lindjes. Unë nuk jam 73 vjeç. Ne të gjithë jemi 40 vjeçar, se I masim vitet me vitet e partisë. Po në mban mirë koha, edhe si vjetë kemi rezultatet mira. Interesant, si kur ta dinte që kishim kongresin dhe kemi një vit të mbarë. Të naroni Samalet për të mirën e partisë të popullit, për të mirën e atë dheut e të socializmit, për gëzimin ton të familjes dhe të gjithëve. Të roni ju, të roj partia. Ja, kemi përpara ngjarje të mëdha, kongresin, 8 nëntori, ditëlindjen e partisë. Ajo është ditëlindja e ne të gjithëve, ditëlindja e Shqipërisë.
Join my channel. For just the cost of a coffee a month, you'll help bring digitalization to life. Let's make it happen together. Këto ishin disa pjesëza të vogla nga një ditë e jetës dhe e punës së udhëheqësit ton të dashur. Me urimin e madh që vjen sot nga gjithë Shqipëria, të naroni Samalet. Join my channel. For just the cost of a coffee a month, you'll help bring digitalization to life. Let's make it happen together.